Big Brother Kosova vazhdon të dëshmojë se marrëdhëniet brenda shtëpisë janë të brishta dhe se një aleancë e ndërtuar sot mund të shembet brenda pak minutash. Një nga momentet më të forta emocionalisht ishte deklarata e Hygertës, kur ajo shprehu hapur pendesën që kishte dalë në mbrojtje të Albës, duke e cilësuar këtë veprim si një gabim dhe duke kërkuar ndjesë publike ndaj Benitës për përfshirjen e saj në konflikt. Ky shpërthim verbal nuk ishte thjesht një reagim i çastit, por rezultat i një zhgënjimi të thellë. Hygerta u shfaqe lënduar dhe e revoltuar, duke ndjerë se përpjekja e saj për të qëndruar krah Albës ishte keqkuptuar dhe e pavlerësuar. Ajo theksoi se kishte marrë mbi vete konflikte dhe përplasje për ta mbrojtur një person tjetër, ndërsa tani ndjehej e tradhtuar dhe e keqpërdorur. Pendesa publike e Hygertës, e shoqëruar me kërkim falje ndaj Benitës, tregoi një kthes të fortë në dinamikën e shtëpisë. Ajo pranoi se ishte ngatëruar në një konflikt që nuk i përkiste drejt për drejt dhe se kishte marrë anë pa e kuptuar plotësisht pasojën. Ky moment u pa nga disa banorë si shenjë sinqeriteti dhe reflektimi, ndërsa nga të tjerë si përpjekje për të shpëtuar imazhin e dëmtuar pas ngjarjeve të fundit. Marrëdhënia mes Hygertës dhe Albës, e cila më parë ishte perceptuar si një lloj aleance, u duk se u shem përfundimisht. Fjalët e Hygertës ishin të forta dhe përçuan ndjenjën se respekti dhe mirënjohja mungonin. Në Big Brother Kosova, ndjenja e mosmirënjohjes është shpesh katalizator për prishje të mëdha marrëdhëniesh, sepse banorët investojnë emocionalisht në mbrojtje dhe pozicionime që më pas u kthehen kundër. Banorët e tjerë e pritën këtë deklaratë me reagime të ndryshme. Disa u treguan mirëkuptues ndaj Hygertës, duke theksuar se ajo kishte vepruar nga impulsi dhe emocioni, ndërsa të tjerë e kritikuan për gjuhën e përdorur dhe për mënyrën se si e bëri publike pendesën. Ky polarizim është tipik për Big Brother Kosova, ku çdo deklaratë interpretohet nga disa këndë.